Ditëlindja e djalit edhe surpriza që kishte përgatitur burri do ta shikoni në vazhdim të videos. Kjo ishte torta e cila kishim porositur edhe siç mund të shikoni tema e ditëlindjes ishte labubu, ndaj edhe torta ishte diçka e tillë. Këto ishin tullumbacet që kërkova gjithë internetin që t'i gjeja, më në fund të i gjeta, edhe prita një 2-3 javë që të vinin, ndaj edhe nëse do bëni temë të tillë, ta dini që është e vështirë që të gjeni dekoret. Tani këtu arritëm tek këndi lojrave, ku do ta festonte ditëlindjen djali me shokët e klasës edhe me kushëritë e tija. Ndaja edhe u mblodhëm të gjithë këtu, siç mund të shikoni ka disa aktivitete që njerëzit, stafi që punon atje e bëjnë bashkë me fëmijët që të kalojnë sa më bukur. Që po bën burri këtu është surpriza, si shikoni. Burri u vesh një labubu i madh që të surprizonte fëmijët, edhe në fillim betën që po e shikonin, thanë ç'është ky. U pëlqeu shumë të gjithë fëmijëve, siç e panë, edhe e kaluan bukur vërtet. Këtu erdhi koha që erdhi ora që të fshi qeriun edhe të bëj wish, si e themi, dëshirën që ka që t'i plotësohet para se ta fiki qeriun. Këtu i kënduan të gjithë shokët edhe të gjithë neve happy birthday djalit. 70 po njerëz, si kalojnë vitet. 70, edhe 100 ke qenë mami. Tani ikëm nga parti edhe po shkojmë në shtëpi që të vazhdojmë me partin e dytë, se kishim shokët tanë bashkë me fëmijët e tyre, edhe të vazhdojmë edhe këtu me partin. Kaloni bukur!